Komuniteti rom dhe egjiptian ishin fokusi i agjendës elektorale të kandidatit të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Përfaqësues të këtij komuniteti, duke i shprehur Damian Gjiknurin mbështetjen, theksuan edhe disa prej çështjeve të komunitetit rom dhe egjiptian, së bashku me bindjen se vetëm një politikan, një njeri që e ka treguar veten me punë konkrete, mund t'i adresojë përzidhje. Edlira Kaplanaj, si përfaqësuese e këtij komuniteti dhe një zë i fortë si antare në Këshillin Bashkiak të Vlorës, në fjalën e saj, theksoi se ajo dhe komuniteti që përfaqëson mbështesin dhe besojnë tek figura politike e Damian Gjiknurit, pasi të gjitha problematikat që shqetësojnë komunitetin si arsimi, punësimi dhe strehimi mund të marrin zgjidhje vetëm përmes një politikani si Damian Gjiknuri. Azem Haliti, djali me integritet jo vetëm në rrethin e komunitetit që përfaqëson, por dhe në qytetin e Vlorës, në fjalën e tij, shprehu bindshëm mbështetjen për kandidatin Gjiknuri, duke theksuar se vetëm Gjiknuri do të jetë zëri rom dhe egjiptian në parlament. Jemi mbledhur sot këtu për të shprehur gjithë besimin ton te figura juaj politike, për të gjitha problematikat që na shqetësojnë dhe na shoqërojnë në çdo kohë. Problematikat më të shumta janë arsimimi, punësimi dhe strehimi. Dua ndihmën tuaj në të gjitha këto shtyllat kryesore për të evoluar në shoqëri. Keni besimin e plot se Partia Socialiste do ta shprehë këtë shoqëri përpara dhe zhvillimin e vendit ton. Mos harroni, t'i japim besimin dhe votën ton numri 5. Partia Socialiste. Gjithashtu, pa diskutim, votën maksimale për zotin Damian Gjiknuri dhe kemi shumë besim se të dali fitues, do të dali me vota maksimale nga qyteti i Vlorës. Shumë kandidat, por përse pikërisht për komitetin egjiptian e Tiranës, zoti Damian Gjiknuri. Kjo ka ardhur duke parë ne si përfaqësues të organizatave ndryshme kandidat në listë. Komiteti jon ka shumë problematika dhe ne na duhet një politikan me pjekuri politike. Dhe këtë nuk e zënson tjetër vetëm Damian Gjiknuri. Edhe përfaqësues të të rinjve si Emanuela Salimaj, e cila është devotuese për herë të parë duke theksuar rëndësinë e ushtrimit të drejtës së votës, theksoi se vota do të shkojë për Damian Gjiknurin. Këtu për rinin, zëri i rinis duhet të dëgjohet, sidomos për votuesit për herë të parë. Unë jam vetë votuese për herë të parë, të gjithë duhet të ndjekin zërin e zemrës, të votojmë sepse vota përcakton të ardhmen tonë. Vetë Gjiknuri, duke shprehur mirënjohjen për mbështetjen, pohoi se Partia Socialiste ka bërë shumë për komunitetin rom dhe egjiptian, por ende ka shumë për të bërë. Gjiknuri pohoi se Partia Socialiste është forcë politike për barazi sociale, me të drejta të barabarta dhe përfaqësimi në çdo institucion. Ai theksoi se me votën masive të komunitetit rom dhe egjiptian në qarkun e Vlorës do të jetë avokati i tyre dhe çështjet e këtij komuniteti do të jenë një nga prioritetet e tij. Ju jeni pjesë integrale e këtij qyteti dhe duhet jeni pjesë integrale e përfaqësimit në çdo nivel në këtë qytet. Politika e Partisë Socialiste ka bërë shumë, por duhet bëjmë më shumë. Ne jemi për barazinë sociale dhe meritoni të keni vlerat tuaja në çdo institucion të Republikës Shqipërisë. Unë do të jem avokati i interesave tuaja kudo që ato të jenë. Do të jem dhe unë kandidati juaj tashmë me votë masive të gjithë qarkut Vlorës dhe do ta kem një nga pikat kryesore të agjendës time.